Një ngjarje e rëndë është regjistruar mbrëmjen e së premtes në Itali, ku një 30 vjeçar shqiptar humbi jetën si pasojë të shtënave me armë zjarri. Viktima Gjergj Pergegaj u qellua disa herë pak pasi kishte dalë nga një restorant në provincën e Venecias rreth orës 23:45. Një nga plumbat e goditi në qafë, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Sipas mediave italiane, dyshohet se ngjarja ka ndodhur për motive xhelozie, pasi në konflikt është përfshirë një grua me shtetësi rumune, e cila më herët kishte qenë në një lidhje me viktimën dhe aktualisht bashkëtonte me autorin e dyshuar. Ky i fundit dyshohet se ka reaguar pasi ka konstatuar komunikimin mes tyre, duke nxjerrë armën dhe duke qelluar në drejtim të 30 vjeçarit. Trupi i viktimës është dërguar në morgun e spitalit San Donato, ku pritet të nënshtrohet ekspertizës mjekoligjore. Ndërkohë, autori u arrestua pak orë pas ngjarjes dhe po merret në nga autoritetet italiane, të cilat vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave. Gruaja e përfshirë në këtë konflikt pritet gjithashtu të merret në pyetje, ndërsa pista kryesore mbetet ajo e një krimi pasioni. Ngjarja ka tronditur komunitetin lokal, ndërsa autoritetet po verifikojnë edhe të shkuarën e personave të përfshirë për të kuptuar nëse konflikti ka qenë i mëparshëm apo i çastit. Hetuesit po analizojnë pamjet e kamerave të sigurisë në zonë dhe dëshmitë e personave që ndodheshin pranë vendit të ngjarjes në momentin e krimit. Po ashtu po hetohet edhe mënyra se si autori ka siguruar armën e zjarrit, si dhe nëse ka pasur ndihmë nga persona të tjerë. Të gjitha këto elemente pritet të hedhin më shumë dritë mbi dinamikën dhe motivet e plota të kësaj ngjarjeje të rëndë.